Dikur një nga popullsitë më të reja në Europë me moshën mesatare 27 vjeç, sot Shqipëria konkuron për të qenë një vend i plakur. Jemi diku në mos gaboj të 40 vjeçët, megjithëse statistikat nuk janë të sakta, 40 pa pak, 40 e pak. Pra jemi në një pikë ku popullsia po shkon drejt plakjes së shpejt dhe neve nuk kemi rini. Kemi një fatkeqësi sepse pozita nuk ka një strategji të vetën, nuk paraqet një strategji të vetën, ose më saktë paraqet një strategji e cila është e vjetruar tashmë, megjithëse edhe shumë vende perëndimore kanë këtë strategji. Edhe kemi pastaj strategjinë idiote të opozitës, e cila do ta çojë këtë vend me hamshorët e Partisë së Lirisë së Mellës 4 milion. Edhe mendojnë që do t'i kthejnë shqiptarët në Shqipëri rishtas. Vetëm për një citim të kësaj duhet të them që në përgjithësi ata që kanë ikur nuk kthehen, ose ata që kthehen janë të barabartë me ata që ikin. Kështu që kjo është një pesë me hiç rikthimi i shqiptarëve që kanë ikur. Por më duhet të ndalem pak tek një strategji e cila nuk ekziston as në qeveri. Pse nuk ekziston? Nuk ekziston për faktin se vetë vendet e zhvilluar, nga shumë vendet e zhvilluara, nuk e kanë një strategji. Unë dua të citoj këtu librin e një gazetari editorialisti të Corriere della Sera, Federico Rampini, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shkon shpesh në Japoni, i cili ka bërë një libër Leksioni i Japonisë. Dhe aty merr shembullin e një vendi i cili që në vitet 90 kishte filluar plakjen e popullsisë. Dhe ai tregon se si Japonia e ka përballuar këtë plakje duke refuzuar emigracionin. Japonezët edhe sot që flasin janë popullsia më e plakur në botë dhe e refuzojnë emigracionin. Cila është strategjia që ndoqi qeveria japoneze? Që në fillim, por edhe më vonë, ata ndoqën strategjinë e stimulimit të lindjes së fëmijëve nëpërmjet mekanizmit ekonomik. Është një mekanizëm të cilin mendon ta ndjekë edhe Shqipëria dhe të cilin mendojnë ta ndjekin edhe vendet europiane, të Bashkimit Evropian, ku Suedia e ka bërë përpara. Duhet të them që është një strategji e gabuar, është një strategji e cila e konsideron femër një makinë prodhimi dhe ti e stimulon këtë një punëtor prodhimi dhe ti e stimulon përmjet pagesës. Nuk ka funksionuar në Suedi apo në Norvegji, nuk do funksionoj në Shqipëri, sepse nuk ka funksionuar as në Japoni. Me gjithë stimujve të jashtëzakonshëm, lehtësirave që ka krijuar shteti japonez dhe kapitali japonez për femrat që lindin fëmijë, nuk është parë një gjë e tillë. Kjo vjen për faktin sepse ndryshe nga ç'mendohet, nuk është çështja ekonomike, sepse i bie që pse lindin më shumë në Arabi ose në vendet e Afrikës. Në fakt ata lindin më shumë sepse fëmia është një lloj garancie sociale, një lloj garancie për pension. Dhe prandaj bëjnë shumë fëmijë sepse mendojnë që njëri prej tyre do t'i mbajë. Ndërsa në vendet e zhvilluara nuk funksionon sepse femra nëpërmjet emancipimit, nëpërmjet pjesëmarrjes së saj në jetën shoqërore të vendit, nuk i dedikon kohë lindjes dhe rritjes së një fëmije. Dhe kjo është një ndër shkaqet kryesore. Atëherë çfarë zgjidhje ka gjetur Japonia, e cila është në një moment tranzicioni, pra nga femra që nuk bëjnë fëmijë pavarësisht stimulit, si t'ia dali që të bëj fëmijë. Këtë ata kanë menduar që ta bëjnë nëpërmjet dy aspekteve. Së pari, duke bërë që shoqëria të jetë më e ndjeshme ndaj një brezi të ri. Bëhet fjalë, ndoshta duket pak si komuniste kjo, megjithëse do të them që janë ca vende si Suedia, Japonia, Austria që kanë harritur komunizmin, jo në formën e socializmit stalinian, por praktikisht janë vende komunista. Dhe si mendojnë që nëpërmjet sensibilizimit social, duke treguar se sa e rëndësishme është lindja dhe rritja e një fëmije, një krijese. Pra,
ripasqyrimi I njeriut në të ardhmen. Së dyti, kanë ndjekur një politikë e cila në një farë mënyrë e bën edhe moshën e tretë, pra pleqërinë aktive. E bën aktive dhe e bën produktive nëpërmjet dy rrugëve, nëpërmjet pjesëmarrjes së tyre në punë dhe së dyti nëpërmjet një pleqërie cilësore dhe duke e respektuar. Kështu për shembull, në muzeun më të madh, muzeun e shkencave dhe teknologjisë të Tokios, ju do keni një pavion shumë të madh që vizitohet nga fëmijët e shkollave, ku ata mësojnë se çfarë është pleqëria. Për shembull, për të shtyr një karrocë supermarketi, karroca është e tillë që ka vështirësi në shtyrjen e saj, po aq sa që ndjen një plak. Pra, kur një fëmijë e shtyn këtë karrocën, e kupton se sa e vështirë është për një plak nëpërmjet frenimit të rrotave. Gjithashtu, Japonia është e ndjeshme ndaj kësaj moshe, e cila humbet shkathësi në procesën motore, duke krijuar edhe në supermarkete korsi të veçanta për moshën e tretë. Gjithashtu tregon një kujdes të jashtëzakonshëm për mirë trajtimin e tyre, mirë ushqyerjen e tyre, dhe Japonia është një ndër vendet me vendi me jetëgjatësinë më të madhe. Të gjitha këto kanë bërë që në një farë mënyrë mungesës së fëmijëve ta kompensojnë me rritjen e jetëgjatësisë dhe me rritjen e produktivitetit të moshës së tretë. Dhe gjithashtu nëpërmjet një koordinimi midis brezit të parë dhe brezit të tretë, duke rritur mirë kuptimin midis të dyja palëve. Pastaj është një gjë tjetër e cila në Shqipëri në fakt duket e pashpresë. Është robotizimi. Japonezët në vitin 90 e kuptuan që ishin dy rrugë, ose të fusin emigrant, rruga ekstensive, rrugë që e mendojnë të gjithë majtistët në Europë, hajde fusem emigrant, se po plaket popullsia, na duhet sa që të punojnë. Japonezët nuk ndoqën këtë rrugë, nuk e pranuan dhe nuk e pranojnë emigracionin, ndoqën rrugën e parë, teknologjinë e lartë, robotizimin. Robotizimin në një mënyrë të tillë që industritë japoneze sot janë në avangardë. Janë një vend I cili pa frikë mund të quhet pararoj e teknologjisë. Dikur ishte vendi I dytë në botë, sot duhet të jetë vendi I tretë ose I katërt, pasi ka një konkurrencë të vazhdueshme me Gjermaninë edhe tashmë ka hyrë edhe Kina në lojë. Por mos harrojmë që flasim për Kinën, një vend I cili është 12 herë më I madh se Japonia. Kështu që e zgjidhën nëpërmjet teknologjisë dhe e dyta është rritja e mirëkuptimit të popullsisë për sa I përket standardeve. Në Japoni nuk gjen kosha plerash, janë shumë të rrallë, sepse njerëzit I marrin dhe I çojnë në shtëpi ato që bëjnë. Në Japoni është shumë e vështirë të gjesh pastrues, sepse çdo japonez edukohet me idenë që shtëpinë duhet ta pastrojë vetë. Në Japoni është shumë e vështirë të gjesh shumë profesione të cilat në perëndim tashmë ju lihen emigrantëve. Dhe është shumë e vështirë që ti të gjesh emigrant, sepse I bëjnë japonezët, qoftë edhe për pastrimin e rrugëve. Janë një vend me një pastërti maniakale ku edhe një makinë plerash duket sikur sapo ka dalë nga fabrika, sapo është prodhuar. Imagjinoni pastaj për të tjerat. E të gjitha këto bëjnë që Japonia të reduktojë numrin e nevojave për krah pune. Ku Shqipëria me këtë? Në fakt nuk kemi kërkund. Jemi akoma në havat e parë kur themi që do stimulojmë rritjen e lindjen e fëmijëve nëpërmjet subvencionit ekonomik. Sapo e tregova që nuk funksionon. Nuk funksionon në botë. Nuk funksionon në botë dhe nuk ka për të funksionuar as në Shqipëri. Rrugëzidhja është një shoqëri humane, një shoqëri e cila mos prodhoj konflikt, të bëhet sa më jetueshme, sa më mirë kuptuese, një shoqëri e cila ta ketë individin primar dhe të mbi të gjitha të vlerësoj. Është njeriu, është gjithçka rreth tij ku të gjithë pak a shumë janë të barabartë, sepse duhet thënë që këto shoqëri që janë të zhvilluar në një farë mënyrë janë edhe shoqëri të cilat janë barazitare, nuk ke nivele të mëdha të pasurve me të varfrit.
Pra, nuk kemi pasanikësit e ne të cilët të japin mend se si bëhet biznesi, por në fakt grabisin arkën e shtetit dhe nuk japin as edhe një bursë për studentët. Si gjithmonë, në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.